Shikoni vëllezër, nuk ka në fe diçka pas imanit dhe tauhidit dhe islamit më të madhe se namazi. Krejt të adhurimet Muhamedit alayhi salatu vesselam i kanë zbrit në tokë. Zeqati, haxhi, agjërimi, krejt në tokë kanë zbrit. Vini re një adhurimit dy pejgamberëve çish ja u ka dhënë Allahu xhelel xhelalu. Ku ka bë farz namazi për neve umetin e Muhamedit alayhi salatu vesselam? 7 palçije i nalt atje. E ka ngrit Allahu xhelel Muhamedit alayhi salatu vesselam, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam hadith sahih Buhari. I ka dhënë Xhibraili në katin e 7: O Muhammed, unë e dërçetu ti shko më nalt. Unë dërçetu e pata. Tash Allahu atu thirrë dhe më nalt. Kur ka mri o vëzër, çfarë? Në Sidratul Muntaha, s'ka më nalt atje. Arshi Allahu xhelel xhelalu, çka i ka thënë? Mbi 7 palçije në Sidratul Muntaha, në arshin e Zotit xhelel xhelalu, çka i ka thënë? I ki 50 vak namaz obligim. E ka ngrit qaç nalt për çfarë? Për t'ia bën namazin obligim. Andaj nuk ka adhurim që ju ka bë Muhamedit alayhi salatu wasallam farz në qiell pas namazit. Edhe njëri pineve a ka mundësi vëzë me diskutu namazin? Allahu ja universin komplet, krejt ligjet i ka rrotulluar dhe e ka ngrit Muhamedit sa trup deri në altë dhe shpirt, edhe i ka thënë çfarë? Ka thënë 50 vak namaz i kije. Apo e i vetmi i cili i ka thënë Allahu drejt për drejt namazin e ki obligim mu fal, drejt për drejt, pa Xhibrail alayhis salam, cili jo? Musa alayhis salam. Wa aqimis salat, fal namazin. Drejt për drejt Allahu ja. E vetmja kërkesë pi Allahut drejt për drejt është çfarë? Namazi. Drejt për drejt Allahu ja e lip. Shikoj vëllezër, agjërimin kur ka zbrit, kush e ka zbrit? Xhibraili. Ka thënë kutiba aleikumus siyam. Allahu po thot kutiba aleikumus siyam. Obligimin e kemi agjëruar. Kur ka zbrit haxhi, kush e ka zbrit? Xhibrail alayhis salam. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Plotsoni haxhin edhe umrën për Allah. Kur ka zbrit zakati, kush e ka zbrit? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Falni namazin dhe jepni zakat. E ka zbrit Xhibrail alayhis salam. Mirë po, kur ka ardhur namazi, ka thënë ka dale. Ka më ardhur Muhamedi nalt. Atje ja baj farz. Musa alayhis salam kur ka fol Allahu xhelala, nuk ja ka zbrit Tevrat, po i ka thënë drejt për drejt: "Wa aqimis salata li dhikri." Fale namazin për të më kujtuar mua. Andaj, ma e men, futën zemër, thellat në shpirt. Namazin e ka lip Allahu drejt për drejt e pejgamberit alayhis salam. E ka hip nalt, i ka thënë falu. Për këtë arsye vëllezër, kur ka zbrit katin e 6 Muhamedi alayhis salam, e ka taku Musën. Ka thënë çka tha Allahu farz, tha 50 vak namaz. Kthaju tha se s'ne vajnë. Unë e kam provuar tha. Deri sa zbritin në 5. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala, wa aqimis salata li dhikri, fale namazin, li tadhkurani, salli li tadhkurani, falu që të më kujtosh mua. Për këtë arsye vëllezër, ata që s'falen, se kujtojnë Allahun. Ata që s'falen, si kujtojnë farzët e Allahut. Ata që s'falen, nuk e dinë që ka Allah. Ata që s'falen, njëri thot, valla be, i dibe o gjë do thojnë valla, e dibe Allahin, po me ditë Allahin, pëse si përgjigjët? Nëse ti e beson Allahun, edhe qaj Allah thot, hayya ala salat, hajde namaz, pëse s'vjen? Apo, pëse s'vjen? Nëse njëri thot, unë e një babën tem, pa ma nuk e du, si përgjigjna. Kur si shkoj urdit atina në vend, qka i thot dikush, po se pa e bab, ti sa dush du e kam bab, po se paske, se ti me e pas, i bindësh. Kur dikush thot, unë e një Allahun, unë e besoj Allahun, po falu. Musa alayhis salam çka i tha? Aqimis salat, fal namazin. Drejt për drejt Rabbul Alamin, dhe Allahu te bareke ve teala, wa aqimis salata li dhikri, dhe fal namazin për të më kujtuar mua.